Kur jemi tek puna juaj si kryetare, a mundeni secila nga ju me i viqu disa nga punët më të mira që mendoni që i keni realizu gjatë gjithë kësaj kohe? Indra? Kryesisht një prej aktiviteteve më të formuara më së miri ka qenë që ishte java e ushqimit, ku pastaj çdo nxënës ka sjellë ushqim vet dhe nxënësit brenda shkollës tonë kanë blerë ushqime të ndryshme, ku pastaj buxheti është përdorur në aspekte të ndryshme, vetë në aspekte në blerjen e pajisjeve shkollore që neve na nevojitet, por gjithashtu është përdorur edhe për bamirësi. Një aktivitet tjetër shumë i rëndësishëm ka qenë binjakizimi i shkollës sonë me një shkollë tjetër gjermane, ku kanë ardhur nxënësit e diasporës në shkollën tonë me pa përvojat tona se si ne e kalojmë në shkollë, si sigurisht ata kanë marrë edhe pjesë edhe në një orë të mësimit, në cilën e kanë pasur si kalon ora e mësimit, mësimdhënia e arsimtarëve tonë. Edhe gjithashtu e kemi formuar një program për ta, ku kemi formuar pika të ndryshme të programit, ku gjithashtu edhe ata kanë formuar disa pika, i kanë rregulluar pikat e tyre, pastaj e kanë shfaqur në atmosferën shkollore. Elita? Them të drejtën se cili aktivitet që realizohen në shkollë më pëlqen tepër, mi po një prej tyre e cili më pëlqen më shumë është kur vjen ajo koha e marsit, që është domethënë edhe muaji i ndërgjegjësimit për fëmijët me sindromën Down, ku kena mundësinë që me ble domethënë kartolina të cilat ata i punojnë, e pastaj ato tolla të cilat ne grumbullojna brenda shkollës, sepse ka gjithmonë vërtet interesim shumë të madh që bën mundi e lumtur edhe krenare për shkak se pse jo më ndihmu aty në fëmijëve, sepse krejt ato paratë që i grumbullojna, pastaj shkojnë vetëm në ndihmën domethënë të mirën atyre fëmijëve. Andaj me të vërtetë ky domethënë është një aktivitet si për mu veçohet edhe është njëri prej më të rëndësishme dhe special për mu. Noa? Tek shkolla ime kisha mujt me veçu për ditën e shkollës, ku është duhe bo botimi i revisës së parë shkollore, e cila është 30 dile, dhe gjithashtu kisha mujt me bo një veçem, ku e kemi pas një javë, ku ne kemi folur vetëm për trafikimin e qenieve njerëzore, edhe këtu janë përfshi krejt cikli 6-9, edhe ciklet më të ulta, ku në mënyrë më të qartë atyre u kemi shpjeguar se si duhet të kenë më shumë kujdes në pjesën e rrjeteve sociale, edhe si duhet të qasen, edhe çfarë kujdesi duhet të kenë në jetën sociale dhe se si duhet të mbrohen nga disa faktorë të këqij të cilat mund të na çojnë deri në veprime shumë të këqija dhe në vendime të këqija. Përveç kësaj, domethënë këto janë disa nga pjesët kryesore që kisha mujt me veçu në shkollën tam, ku kemi bu gjithashtu edhe pyetësor, ku ne kemi mujt me pa shkolla jon ku qëndron përafërsisht tek pjesa e dijeve dhe sa të mbrojtur janë nxënësat e shkollës tonë. Adia? Po, me qenë se jeni në klasën e 9, a keni menduar ende çfarë do të bëni? Unë mendoj që në drejtimin që dua të shkoj dhe në cilën shkollë dua të regjistrohem është në Gjevdedod, për shkak se është një shkollë matematikore shkencore dhe mua më pëlqen shumë matematika dhe shkenca, kryesisht to lëndët shkencore, dhe për këtë arsye më pëlqen edhe strukturimi dhe mënyra e mësimit, siç kam ulëmtuar. Për këtë arsye mendoj se shkolla ime e cilat më përshtatet më së shumti është Gjevdedoda. A do të synosh edhe atje pozita udhëheca apo jo? Shpresoj që po. Elita? Mjekësia një farë forme gjithmonë ka qenë thirrja ime, andaj do të mendojnë që sigur ka me zgjedhur domethënë me shkollë në shkollë të mesme në mjekësi, mirë po sipas holumtimeve që kam bërë dhe sipas bisedave që kam pas me disa persona që tashmë vetë se janë shkolla të mesme, me secilin prej tyre që kanë biseduar kanë sugjeruar që edhe unë më shkoj në Gjevdedod për shkak se është një shkollë e cila mund përshtatet, mandej kur unë vazhdoj me studimet e mia në mjekësinë të ardhmen, ku synoj me arri majat në mjekësi. Për derisa nuk kam një mendim konkret se çka du me vazhdu, unë domethënë për një profesion në të ardhmen, unë mendoj se gjimnazi ka me qenë zgjidhja ime konkrete, domethënë do mendoj që në Gjevdedod. Edhe besoj që dhe atje do të synoni në pozita udhëheca, po? Edhe do të shkoni që të trija shoqe në klasë ndryshme dhe me angazhime ndoshta të përbashkëta atje. Unë po ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit Bota Jon, ishte shumë kënaqësi me bisedu me juve, ka mbetur edhe shumë gjëra të cilat nuk i kemi diskutu, por kaq kishim kohë për të realizuar bisedën në studio me ju. Unë shpresoj edhe besoj shumë që secila nga ju do të arrini suksese shumë të mëdha, sepse sa po shoh jeni në klasën e 9, kështu që keni arritur mjaftu shumë që zhvilloheni. Pavarësisht që ju pret një rrugë shumë e vështirë, por unë mendoj që jeni aq luftarake sa t'ja delni.